Intelekti si mbulesë e mangësive. Kjo thënie e mrekullueshme thekson rolin e intelektit në fshehjen dhe mbulimin e të metave të njerëzit. Le të thellohemi më tej në kuptimin e kësaj thënie dhe të shqyrtojmë domethënien e saj në dritën e Kuranit. Për ta kuptuar rëndësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në surën Huxhurat në ajetin 6 thotë: O ju që keni besuar, nëse u vjen një i pabindur me një lajm, shqyrtojeni që mos t'i bëni dëm një populli nga padia edhe të pendoheni për atë që keni bërë. Ky ajet thekson rëndësinë e përdorimit të intelektit për të verifikuar informacionin përpara se të ndërmarrim veprime. Ai na kujton se intelekti na mbron nga gjykimet e nxituara dhe nga përhapja e informacioneve të rreme që mund të shkaktojnë dëm të tjerëve. Gjithashtu, në surën Bekare, ajeti 197, Allahu i udhëzon besimtarët që ta përdorin intelektin gjatë kryerjes së haxhit, duke thënë: Merrni me vete furnizim, por furnizimi më i mirë është devotshmëria, takvaja, pra kini frikë nga unë, o ju që keni mend. Ky ajet nxjerr në pa lidhjen mes intelektit dhe devotshmërisë, duke theksuar se kuptimi i vërtet lind nga bashkimi i dijes me drejtësinë dhe moralin. Tani, le të reflektojmë mbi thënien domethënëse të Imam Aliut në dritën e këtyre ajeteve kuranore. Intelekti, kur përdoret siç duhet, vepron si një mbulesë që i fsheh dhe i mbulon të metat tona. Ai na mundëson të mendojmë në mënyrë kritike, të marrim vendime të informuara dhe të shmangim rënje në padije apo pakujtesi. Duke përdorur intelektin, ne mbrojmë veten nga pasojat negative të veprimeve dhe fjalëve tona. Për shembull, imagjinoni një person të njohur për temperamentin e tij të shpejtë, megjithatë, ai zotëron një intelekt të fortë që e ndihmon ta kontrollojë zemërimin dhe të reagojë me durim e urtësi. Në këtë rast, intelekti i tij shërben si një mbulesë që e fsheh të metën e zemërimit dhe e pengon atë të shkaktojë dëm për veten dhe për të tjerët. Po ashtu, një person që ka prirje për thashëtheme mund ta përdorë intelektin për të përmbajtur nga përhapja e fjalëve të kota, duke e mbuluar kështu të metën e tij dhe duke ruajtur reputacionin. Kjo thënie e Imam Aliut na kujton fuqinë e intelektit në formësimin e karakterit dhe sjelljes sonë. Ajo na nxit ta kultivojmë intelektin dhe ta përdorim si mjet për të kapërcyer të metat dhe dobësitë tona. Duke vepruar kështu, ne synojmë vetë përmirësimin dhe drejtësinë, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se intelekti ynë ka potencialin të shërbejë si një mbulesë që i fsheh të metat tona. Ai na fton të përdorim intelektin për të marrë vendime të mençura, për të shmangur padijen dhe për të mbrojtur veten nga pasojat negative të veprimeve tona. Le të përpiqemi ta zhvillojmë intelektin ton dhe ta përdorim atë në përputhje me mësimet e Kuranit dhe udhëzimin e profetit ton të dashur Muhammed dhe të pasardhësve të tij fisnik. Allahu na dhën të aftësinë ta përdorim intelektin me urtësi dhe të kërkojmë kënaqësinë e tij në çdo aspekt të jetës sonë.